Po e mbjellim edhe domaten. E hapëm gotën si që shikoni. E të shketat kanë ullur kokën se janë fishkur nga varpa, po s'ka gjë do t'i mbjellim edhe do t'i vaditim me ujë. Shikoni tani se që po bëjmë neve. Me që këto të shketat kanë varë kokën si që thash, kanë ullë kokën e vëvëm nga një shkop të vogël derisa të ziren, që të marrin e veten si ai quajmë. Ja, u vëm nga një shkop, shikoni? Njeri po u vë shkopit, tjetri po i mbjell. Edhe unë kam punën time. Si? Po ti lëm kështu tani këto, varin kokën fare në tokë edhe nuk qohen do të lartë. Ja, si po i bëjmë. Tu të regoj një të gatshme, ja. Puna vazhdon. Unë që thoni, mërë të dashur miqe shok, sot e erdha, të vete të pi një kafe me shoqen, këtu, le t'i mbjellin domatet, se unë i ndimova. Pastrova barat, i mblodha, mu përsëlluan duart akoma i kam shenjat nga hithrat, që kështu tani, çdo njeri me punën e vetë. Filloj turni tjetër tani, si që shikoni. Ciao!